Bajpasi i Vlorës, që prej hapjes së tij 3 vjet më parë lehtëson qarkullimin e automjeteve gjatë sezonit turistik. Kryeministri Edi Rama ndau përmes një postimi në rrjetet sociale pamje nga Ku Bajpas, i cili është ndartuar me standardet më të mira dhe parametrat më të larta të sigurisë. Rruga e re me gjatësi 29 km vlerësohet si një ndër segmentet me ndikimin më të lartë turistik, që ka ndikuar ndjeshëm në lehtësimin e trafikut në qytetin e Vlorës. Bajpasi nisi nga rrethrotullimi në fund të autostradës Levan-Vlorë. Rruga nënshkalon kaninën në pjesën veriperëndimore mbi Vlorën në një nivel prej 300 metër nën kështjell, nga ku ofron pamje spektakolare përgjatë xhirit të Vlorës. Në çdo 1.5 km të kësaj rruge janë krijuar vendpushime për automjetet. Në përfundimin e disa projekteve të rëndësishme infrastrukturore, e gjithë zona është kthyer në një super destinacion turistik me infrastrukturë të nivelit evropian.